Nëse prekem nga demenca, ishte një letër, duaj që familja ime ta varë këtë listë në mur aty ku banoj që të kujtojnë këto gjëra. Sa herë që hyrë në dhomë, prezantohu. Përshëndetje babi, unë jam Amanda, mos pyet kur, a e di kush jam unë? Kjo më shkakton ankth. Nëse unë prekem nga demenca, duaj që miqt dhe familja ime ta pranojnë realitetin tim. Mos më përjashto nga festat apo tubimet familjare, mos më ndalo familjarët, mos më ndalo vajzat, mos më sulmo fizikisht, se kjo më dhëmb dhe më trishton. Nëse nuk mund të përdor më pirunin dhe lugën, provo ushqim që mund të ha me duar dhe shikon nëse mund ta bëj edhe vetë. Nëse besoj se bashkëshortja ime është ende gjallë ose se do të shkojmë për darkët e prindrit, më lër ta besoj, ajo më sill dhe paqe. Mos debato me mua për atë që është e vërtet për ty edhe për mua. Nëse jam i trishtuar, më mbaj dorën dhe më dëgjo. Mos më thuaj që ndjenjat e mia janë të pabazuara diku. Mos më trajto si fëmijë. Fol me mua si me të rriturin që unë jam. Ndihmom të vazhdoj të bëj gjërat që më pëlqenin, të ushtrohem, të lexoj, të ri me miq, të dëgjoj muzikë, të kërcej. Kërkom të tregoj një histori nga e kaluara. Nëse mërzitem, përpiqu të kuptosh pse. Më trajto si do të doje të trajtonin ty. Mbaj gjithmonë diçka për të ngrënë në shtëpi, edhe tani zemërohem kur jam i uritur. Mos fol me mua për mua sikur nuk jam unë aty. Mos u ndje fajtor nëse nuk mund të kujdesesh për mua gjatë gjithë kohës, sepse ky nuk është faji yt, është faji im. Nëse jetoj në një qendër për demencën, më vizito më shpesh. Mos haro muzikën time të preferuar, mos haro që përqafime dhe shtrëngimet e duarve ende vlejnë për mua. Mos haro që unë ende jam ai person që ke njohur dhe ke dashur.